Mirëmbrëma dhe përshëndetje, po fillojmë emisionin Syt 4 në televizionin Syri. Krijimi i institucioneve të reja pas zgjedhjeve të 9 shkurtit mbetet sfidë në vete me një paqartësi të madhe se kush do të arrijë ta bëjë shumicën në kuvend. Lidhja Demokratike e Kosovës ka dalë me qëndrim të prerë për kushtet e saj për ndonjë koalicion të mushëm me parti tjera. Në fakt është e vetmja parti që ka specifikuar gjitha kushtet dhe kërkesat e saj për një koalicion të mundshëm. Do të flasë për këtë temë dhe tema tjera, për rezultatin që ka arritur në Gjakov kjo parti dhe për këto që thash më lartë me kryetarin e degës e LDK-s në Gjakov, Shefqat Sheun. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjeta gjithë më kënaqësi me qenë emisionin tuaj çmuar. Faleminderit shumë kryetar. Do të flasë në fillim për rezultatin. Jeni partia vetëm në komunën e Gjakovës që keni shënuar në ngritje të madhe, të them, ndoshta rreth 200% nga zgjedhjet e vitit 2021. A jeni të kënaqur me këtë rezultat apo keni prit më shumë? Fillimisht ne po shihet se rezultati do të kur bashkohen të gjitha votat, atë presim që dega LDK Gjakov të kalojë numrin prej 8000 votash nga këto zgjedhje të fundit. Me çast, unë jam shumë i njerëz, shumë falendërues, po duhet ta specifikoj se kjo është një rezultat tepër i mirë, një ngritje tepër e madhe. Megjithatë, falënderimi i takon strukturave degës LDK-s së Gjakov, nënkryetarëve, anëtarëve të kryesisë, veprimtarëve, qendrështarëve, aktivistëve, kontributi pastaj i partnerit tonë koalicionit të PSHDK-s. Me një mënyrë i takon të gjithë atyre që kanë besuar në ne për punën të cilën ne kemi bërë jo vetëm gjatë fushatës, ani pse konsideroj se fushata ka qenë tepër e mirë, tepër e bukur. Ne kemi pas një aktivitet 24 mujosh të pandalshëm. Dhe si e tillë vlerësojmë maksimalisht besimin e të gjithë qytetarëve të komunës Gjakovës që e kanë për ekipin tonë. Dhe me këtë rast dua që nga studio juaj t'i falenderoj përzemërsisht për besimin që kanë dhënë për degën e LDK-s në Gjakov, po edhe lidhjen demokratike në përgjithësi, sepse mos harrojmë se LDK-ja ka në nivel të përgjithshëm ka një ngritje po ashtu rekorde, 61.000 vota më tepër se sa që i kishte në zgjedhjet e kaluara. Dhe konsideroj se ka vend për falënderim, ani pse ne me të drejtë kemi synuar që ta synojmë, ta arrijmë dhe kemi punuar që të pozicionojmë në pozitën tonë origjinale, mirë po kjo është diçka që duhet të vlerësuar dhe duhet të shprehemi njohjen maksimaliste ndaj të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, në veçanti të komunës Gjakovës. A ka filluar përfundimisht këndjellja e degës LDK-s në Gjakov pas shumë viteve që kishte rënje me këto zgjedhje dhe me këtë ngritje që keni pasur të elektoratit, të votave? Në disa nga misionet tuaja kam thënë, besoj prapë në atë që kam thënë, se kudo që kam shkuar, kudo që kam trokitur, çdo kënd që kam dëgjuar, ndaj çdo kujt që më parafruar, e kam gjetë Lidhjen Demokratike të Kosovës si pjesë asaj shtëpie. Dhe ne kemi vendosur që të mos ndalemi me aktivitet, të qëndrojmë njerëzve pranë. Puna, e cila është bërë për 24 muaj, puna ekipore, puna të gjitha strukturave, puna të gjitha aktivistëve, puna nënkryetarëve, anëtarëve të kryesisë, veprimtarëve, qendrështarëve, të gjithëve pa përjashtim, e cila ka kulmuar edhe me besimin që na kanë dhënë qytetarët të komunës së Gjakovës, unë mendoj që është satisfaksioni më i madh, më i mirë, më i duhur që ne të vazhdojmë të mos ndalemi, të bëjmë punën tonë ashtu siç duhet, ashtu siç është më së miri. A ka ndruar renditja e partive tash në Gjakov këto zgjedhje? Ju keni qenë të katërtit? Ne do të thotë kemi arritur, ne jemi partia e tretë me renditje. Partia në pushtet lokal na ik për nuk e di sa saktësisht për vota. Mirë po rritja për cilën ne kemi, domethënë sot po flasim, është një rritje rekorde, është një rritje që kërkon mirënjohjen tonë të përzemërt për gjithë qytetarët e komunës Gjakovës. Sot në komunën e Gjakovës, dega LDK-s e ka një bazë tepër të fuqishme, e ka një bazë tepër qëndrueshme, edhe ka një piknisje këtë më ndryshe e cila na garanton që puna e cila do të bëhet nuk do ndalet, sepse qytetarët e komunës Gjakovës kanë vendosur, kanë pa, kanë vlerësuar, për cilët edhe njëherë po them jam
kam një minjoje tepër të madhe. Tashti, kuptohet se tash gara dallon. Ne po flasim për një garë nacionale, të cilën e lëm pas, tash besoj se jo shumë vonë, futemi edhe në procesin e një gare lokale, pa çka LDK-ja në Gjakov është më se motivuar, më se e përgatitur, më se e gatshme dhe më se e qëndrueshme që t'i bëj ballë dhe ta synon pse jo drejtimin e komunës. Do të vazhdoni me PSHDK-n edhe në zgjedhjet lokale? Tani ne ende nuk i kemi bërë të gjitha analizat, ne do të ulemi, do të i bëjmë analizat fillimisht, do të shohim ku kemi pasur performancën më të mirën, ku kemi pasur performancë ku duhet që të dohyjmë që ta bëjmë edhe më mirë, do të flasim edhe me partnerin, do të komunikojmë edhe me strukturat tona. Politika është art dhe marrë këtij arti ne do ta bëjmë punën tonë ashtu siç është më së miri për të arritur qëllimet tona, të cilat konsiderojnë tepër fisnike. Do të flasim tani për situatën pas zgjedhore. Në fakt, është e paqartë se kush do ta bëjë shumicën në kuvend. Kishim një mbledhje para sa ditësh të kryesisë së LDK-s ku dolën kryetari Abdigjiku doli me qëndrimet e partisë tuaj. A keni qenë përfshirë në këto diskutime edhe dekt? Domethënë, a kanë qenë diskutime që janë zhvilluar? Në këto diskutime, dorë zemër kanë qenë përfshirë të gjithë, edhe mund të them se kryetari Abdigjiku e ka tregu ato se cili ka qenë përfundimi. Konsideroj që përfundimi në atë mbledhje ka qenë kompatibil edhe me qëndrimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës në fazën paraelektorale dhe elektorale, me që rast konsideroj se ai edhe vetë ka thënë, po e citoj, duhet mësohemi ta mbajmë fjalën. Kështu që fjala dhënë gjatë fushatës elektorale ka qenë se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të bëjë qeverisje me pushtetin, po ashtu ka specifikuar saktësisht se çka i duhet Kosovës në rast se pushteti nuk e bën një gjë të tillë. Ani pse duhet të jemi sinqert se kjo detyrë, besimi që e kanë marrë, i takon partisë aktualisht në pushtet. Tashti, legitimiteti është ai që ka përcaktuar që partia në pushtet të angazhohet për themelimin e qeverisë së ardhshme. Ne nuk mund që të kontribuojmë në diçka që i takon partisë në pushtet në rastin konkret, ani pse ka pas një rënje të theksueshme në zgjedhjet e fundit, mirë po janë votat e mjaftueshme që ajo t'i pri procesit për ndërtimin e qeverisë së re. Sa i përket rolit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, konsideroj që këtu ani pse ne kemi pasur një rritje rekorde, mirë po nuk ka qenë mjaftueshme që neve të na kërkohet që ta themelojmë qeverinë, sepse i takon të parit në rastin konkret. Pse e kujt ishte ideja të kërkohet posti i kryeministrit? Dhe atë me afat 4 vjeçar. Në gjatë diskutimeve të brendshme kam fjalën. Domethënë ideja, nuk them ideja, por pse dolet me kushte pa nisur diskutimet për formimin e qeverisë? Jo, ne këtu nuk ishin kushte. Këtu sipas nesh janë qëndrime të cilat konsideroj që i bëjnë mirë vendit. Se ne jemi shumë bindur se me Lidhjen Demokratike të Kosovës, shteti jonë i dashur, i garantohen 2 përparësi. Qëndrueshmëria në marrëdhënie me aleatet tanë tradicional dhe po ashtu fillimi i një faze të re të zhvillimit të vendit. Mos harrojmë, Lidhja Demokratike e Kosovës ka pas një program të jashtëzakonshëm, një ekip të jashtëzakonshëm, po ashtu një njeri super të përgatitur për t'i pri proceseve në këto 2 rrafshe të cilat i potencova. Në rastin konkret, LDK nuk synon asgjë më tepër se sa që i ka jap Sovrani. Në rastin konkret, Sovrani ka folë dhe ne tash duhet të presim angazhimin e partisë në pushtet për qeverinë e re. Po për një partia tretë. Pikërisht se sa i duhet. Sovrani nuk ju ka dhënë shumë për kërkuar kryeministrin. Sovrani na ka dhënë shumë nga ku ishim, mirë po jo mjaftueshëm që ne të angazhohemi të parët që ta bëjmë qeveri, sepse
është parti tjetër e cila e ka këtë të drejtë, e ka këtë legitimitet. Tashti, LDK nuk përkërkon që të interferoj, LDK nuk përkërkon që të pengoj, LDK po flet ashtu si që duhet. Partia sot që ka fitu zgjedhjet, e cila është qeverinë e detyrë, ka të drejtën e angazhimit për konstituimin e institucioneve. Tash, në këtë rrafsh, LDK po angazhohet fuqishëm që të punon brenda strukturave të veta, brenda kapacitetet të veta, brenda punës vetë pandalshme. Për hir të vërtetës, kuptohet ne këtu flasim me shumë argumenta për degën e LDK-s në Gjakov, po në njëjtën kohë unë mund të them se dega e LDK-s në Gjakov nuk ka qenë e shkëputur nga Lidhja Demokratike e Kosovës në qendër, sepse ajo frymë, ai vizion, ajo mendësi e punës është bardhë dhe në Gjakov. Kështu që ato janë 4 vite që është punuar maksimalisht nga qendra, e normalisht ka reflektuar dhe në Gjakov, po dhe në komuna tjera atje ku kemi ngritjeni. Ta sqarojmë edhe një herë pozicionin e LDK-s. Domethënë, ju nuk do të hyni me vetëvendosje në koalicion, do të arrini si partia parë që të provoj t'i themeloj institucionet, ta krijoj qeverinë. Pastaj, nëse nuk arrin, po supozojmë nëse nuk arrin, ju pastaj hyni në diskutime me parti tjera opozitare. Dhe aty e kërkoni postin e kryeministrit, apo? Ne nuk po duam të paraqykojmë se jo, çka do ishte qëndrimi i ne partisë nuk po duam që të paraqykojmë. Ne po e lëm kohën, ne po sillemi si opozit në rastin konkret, ani pse një opozitë e cila ka psuar një rritje për 61.000 vota nga sa ka qenë në zgjedhjet e kaluara, dhe fokusin le të mbetet aty ku atyve ju takon. Lidhja Demokratike e Kosovës është e vërtetë që është partia e tretë edhe për kundër rritjes së madhe. E vërtetë. Dhe si e tillë, atë neve na mbetet që fokusi aty. Ne kemi folur në rast se i pari nuk bën, atëherë mbetet që të diskutohet për hapat e mëtejm, ani pse unë, kjo është edhe mendimi imi, personal. Mendoj se ne jemi në farë me sjellur si opozitar të vëshëm në rastin konkret. Se a do të përfiton të Kosova me Abdixhikun kryeministër dhe Kosova a do të rindërton të ato marrëdhënie me aleatet e vetë dhe po ashtu a do të hapë një kapitull i ri zhvillimit me theks veçantë duke bazuar në programin e jashtëzakonshëm Rruga e Re, unë jam e bindur se po. Domethënë, ta sqarojmë edhe një herë, sepse qëndrimi i kryesisë LDK-s ishte më i prerë për postin e kryeministrit. Ju në përgjigje po dukeni pak më me kompromis me këtë çështje. Jo, unë mendoj se A është e gatshme LDK-ja të heqë dorën nga posti i kryeministrit nëse partitë opozitare ulen dhe ju vije rradha ta krijojnë qeverinë? Por i theksoj edhe një herë, Lidhja Demokratike e Kosovës në fazën paraelektorale dhe elektorale e ka thënë saktësisht. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk hyn në një qeveri ku posti i kryeministrit nuk i takon asaj. Domethënë, ju jeni të gatshëm të qëndroni në opozitë dhe ne jemi të gatshëm ashtu siç duhet fillimisht të presim të parin, atë që ka fituar zgjedhjet. Po ashtu, po në fazën tjetër, por i theksoj se Lidhja Demokratike e Kosovës është e gatshme për të qenë në qeveri duke e pasur postin e kryeministrit, me çka besoj që fiton Kosova shumë. Por Lidhja Demokratike e Kosovës është duke u sjell si një opozitë në raport me numrat të cilat i ka marrë. Pra, fokusi jonë sot nuk është që të ndikojmë që lajmi tjetë se çfarë do të bën Lidhja Demokratike e Kosovës, po lajmi është çka po bën partia e cila ka marrë votat e mjaftueshme që të inicion themelimin e qeverisë. Si e shihni këtë fazë tashme ju? Kështu më intereson mendimi personal i juaj. Si do të zhvillohet konstituimi i institucioneve? Çfarë a mund të ketë ndonjë befasi në kalkulimet politike që mund të bëjë ndonjë parti opozitare të kalojë në koalicion me vetëvendosjen apo si e mendoni periudhën e ardhshme?
Kosovës i duhet... Dhe po thua disa herë ne po flasim si opozit, domethënë ju faktikisht vetëm po e akomodoni, jeni duke kriju një farë opinioni që do të qëndroni në opozitë, nuk do të shoni pen në kërkesat e juaja. Po nuk është se ne nuk po lëshojmë pen në kërkesat tona, ne po flasim në kuadër të kapaciteteve të cilat ne kemi si rezultat i besimit që e kemi marrë. Në parim, konsideroj që Kosovës i duhet themelimi institucioneve sa më shpejt. Kjo gjë i takon shumicës partia në këtë rast e cila është qeveria në ikje. Sa i përket rolit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, alternativë tjetër përveç se me vazhdu me punën e mirë, me punën e pandalshme, nuk ka. Mirë po, derisa të gjitha rrugët na çojnë, apo e çojnë të parin në këtë rast që i ka fitu zgjedhjet me këtë numër, ne nuk mund që të interferojmë, që të thojmë se çka do të bëjmë nesër, ne, cili do të jetë roli jonë është i qartë. Partia që i ka fitu zgjedhjet duhet të filloj sa më parë themelimin e institucioneve më thellë veçantë të qeverisë Kosovës. Tashti, Lidhja Demokratike e Kosovës mbetet e përkushtuar që të ndihmoj në çdo sferë vendin, qoftë edhe nga pozita e opozitës. Sepse kjo është kultura e LDK-s, nuk është në shërbim të të mirës së vendit vetëm duke qenë në pushtet, po mos më thonë gjithherë ka dëshmuar se ka qenë në shërbim vendit edhe duke qenë opozitë. Qoftë brenda, qoftë jashtë. Qoftë brenda me idetë për tejkalimin e problematikave nga ekonomia dhe të tjerat, qoftë jashtë për tejkalimin e ndonjëherë të situatave të pakënaqshme dhe të palakmueshme që kanë ndodhur me aleatë tonë. A keni informacione, a ka pas diskutime mes udhëheqjes së LDK-s dhe partive tjera opozitare, qoftë formale, qoftë jo formale, për mundësinë e ndonjë koalicioni? Me informacionet që janë publike dhe po ashtu të njëjtat informacioni kam edhe unë, LDK nuk ka pasur diçka të ngjashme rreth temës për cilën po flasim. Nuk ka pas takime me zyrtar të partive tjera. Mund ketë pasur urata urime ndërsjella, po nuk kam informacion që ka pasur takime të karakterit të tillë. Si e vlerësoni zhagitjen e procesit numërimit të votave në KQZ? Proces teknik. Po normalisht, gjithçka që vonohet, normal që nuk le shihet mirë. A ka pas mundësi që të përgatitet bëhen shumë më herët, mendoj që ka pas. A ka mund që të numërohen shumë më shpejt, mendoj që ka pas. Po le shpresojmë që të marrim mësime edhe nga kjo zhagitjen, që mos përsëritet më në mënyrë që në kohë të duhur, po mos më thonë kohë rekord, të vijmë deri te prezantimi i rezultateve. Atë natë për mbledhjen e kryesisë LDK-s u tha që ka pas diskutime të tensionuara brenda. Cilat qëndrime kanë dominu që i kanë sjellë këto diskutime, domethënë çfarë qëndrime ka pas, a ka pas edhe ide tjera për koalicionet e mundshme? Në LDK zakonisht diskutimet janë tepër të hapura, edhe mbledhja që ka zgjatë mbi 5 orë më duket, ka qenë në frymën e saj, sepse është një tempull me të vërtetë i demokracisë ku diskutohet, ku antarët e kryesisë dhe të tjerë shprehin qëndrimet, shprehin pikpamjet, shprehin vlerësimet, edhe kjo është një lajm i mirë për vendin, sepse tregon për funksionimin e demokracisë dhe për kultivimin e saj, për çka mendoj se LDK është meritore, edhe qëndrimet që kanë dalë nga ajo mbledhje, të njëjtat i ka kumtuar kryetari Bigjiku në konferencën për shtyp të cilën e majti me njëherë pas asaj mbledhje. Me çast i tha ato që i biseduam pak më herët për qëndrimin e LDK-s që do të ketë, e cila në rastin konkret pret atë që i takon fituesit që ta bëj, dhe qëndrimet e tjera që lidhen me procesin. Nëse e keni vënë kusht të postin e kryeministrit, a do jeni dorëshlir në ministrit për shembull? Ju e keni synim vetëm postin e kryeministrit apo edhe
pjesë të madhe të kabinetit ose ministrit më të rëndësishme apo? Jo, nuk kemi vërë kusht, asnjë kusht se kemi vërë. Ishte edhe në lloj kushti. Po mbase nga leximi ju mund duket e tillë, po nga këndvështrimi jon nuk ka qenë kusht dhe nuk është kusht. Ne po e mbajmë fjalën e dhënë parazitëve. Tani, nëse e shen në fazën paralektorale, Megjithatë fjala para zgjedhjeve nuk dihen rezultatet, nuk ke numra, nuk ke shifra, domethënë tash të mendoj se në rastin konkret po flasim për një fjalë dhënë, mbajtjen e një fjale dhënë. Nuk po shoh se është diçka përtej fjalës dhënë. Fjala dhënë ka qenë me partinë e pushtet, ne nuk bëjmë. Në rastin tjetër, LDK bën koalicion duke bazu në 1, 2, 3, 4. Tashti, sot mund tjetë lajmë më i madh se dje, mirë po konsideroj se sot është e vërteta e fjalës dhënë që u jap dje e po mbahet deshet. Unë kështu e trajtoj. Çfarë diskutime kanë pasuar rezultatin zgjedhor në lidhjen demokratike të Kosovës? A keni menduar ndonjë ndryshim, reform? Kishte ngritje, por nuk kishte rezultatet që keni pritur fundi-fundit. Apo do të vazhdoni me të njëjtën ritëm tyni edhe në zgjedhje lokale? Tashti pjesën e hapave të tjerë, mendoj se do të ndërmirret në ditën e vijim, ku fillimisht do të bëhet një analizë me thukt. A ka pas zyrtarë që kanë kërkuar përgjegjësi për këtë rezultat në organet drejtuese të LDK-s? Që unë mendoj se për këtë rezultat ne duhet kemi veç mirënjohje. Sepse jena duke bisedu nga 110.000 vota, sot Lidhja Demokratike e Kosovës i ka 170.000 vota. Po flasim për një ngritje për 61.000 votash. Tashti ngritje ka edhe në shumë prej degëve të LDK-s në nivel vendi. Po rrim specifikisht të ngritja e LDK-s si tërësi. Numri i rritjes së votave, praktikisht rritja e besimit të qytetarëve në vota për 61.000 sësh, konsideroj se këtu ka vend për mirënjohje ndaj qytetarëve, po dhe për vlerësim të leadershipit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në fakt ishit e vetmja parti që kishit pakënaqësi brenda për vota. Në Gjakov nuk është dëgju për pakënaqësi të tilla. Në komunat tjera Vushtria, për shembull, komunë tjetër, kishte pakënaqësi mes kandidatëve për vota. Akuzat ndërsjella, prokurorie, paraqitje në prokurori, në policia. Si ka trajtuar partia këto? Unë mendoj se pakënaqësi nuk është se ka pasur vetëm në rastin tonë. Mendoj që pakënaqësi ka gjithandej. Mirë po për këto pakënaqësi mendoj që janë organe tjera të cilat mundin mi trajtu. Po, mendova partia si ka trajtuar, domethënë do të ndërmerrni masa ndaj individëve që kanë bërë parregullsi të tilla apo Po nuk është partia politike e cila ajo mund të jetë gjykim dhe vlerësim për çfarë do rasti. Lidhja Demokratike e Kosovës e ndan rolin e vet politik të cilin e ka. Organet tjera kanë rolin e vet. Pakënaqësit mendoj që nuk kanë qenë të kufizuara vetëm në partinë tonë, mendoj që ka pas pakënaqësi gjithandej. Dikun kanë qenë më shumë publike, dikun kanë qenë më pak publike, dikun ndoshta s'kan guxuar që të jenë as publike, po sido që të jetë kjo paraqet një farë kulturë të përgjithshme të skenës sonë politike. E përmende disa herë faktin e të qëndruarit si parti opozitore, sjellurit si parti opozitare në këtë fazë, por pse jo nëse arrin partia parti krijoj institucionet në fazën mëshme, cila do të jetë qëndrimi i LDK-s në Kuvendin e Kosovës gjatë votimit për shembull të kryeparlamentarit ose më vonë pas krijimit të qeverisë gjatë votimit në marrëveshjeve ndërkombëtare. Çfarë qëndrimi do të keni? Nëse mbeteni në Po nisim nga kjo fundit se e përket marrëveshjeve me karakter ndërkombëtar. Unë duke qenë i bindur Lidhja Demokratike e Kosovës, të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare ka votuar edhe duke qenë në opozit. Përfshi edhe herën e fundit. Do të thotë kjo është pjesë e kulturës sonë politike. Do të ketë qëndrimit e veta opozitare, po kur po flas do të ketë qëndrimit e veta opozitare, gjithmonë duke aplikuar atë metodën duke ofruar zgjidhje për një problem të caktuar. Ka një përparësi, kuptohet, se LDK nuk është
tash është me një numër shumë të madh, do të thotë nga 12%, sot nesër në Parlamentin e Kosovës do të ketë 20 deputet, kuptohet zëri fuqia e saj do të jetë më e madhe. Mirë, po qëllimet e saj për të mirën e vendit do të mbeten të njëjta. Me një përparësi në rastin konkret, që zëri do të jetë më i madh, më i fuqishëm dhe më i fortë. Faleminderit shumë për këtë intervistë. Sigurisht në fazën pasuese do të kemi edhe intervista tjera sepse presim zhvillime. Faleminderit shumë. Pa parashikueshme. Ishte kënaqësi dhe desha edhe një herë që gjithë qytetarët e komunës Gjakovës ti falenderoj përzemërsisht për ngritjen tonë të madhe në Gjakovë dhe po ashtu ju garantoj se puna jo nuk do të dalet, do ta bëjmë më të mirën gjithmonë me fokus për të mirën e vendit. Ju falenderoj shumë. Faleminderit shikues të nderuar. Ndoqët intervistën me kryetarin e degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në Gjakovë, Shefqet Shehu, biseduan për rezultatet pasgjedhore, mundësinë e koalicioneve dhe qëndrimet e fundit të kësaj partie sa i takon krijimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të nënshkurtit. Faleminderit që na ndoqët, takohemi në emisionet e radhës.